i nderuari Dr. Xhabir Hamiti, zgjedhjet e fundit, ato nuk janë zgjedhje, por është bë puç në institucion. Pra sikur se bëhet në vende të ndryshme puç institucional. Kështu që lirish mundem me thënë, po të ishte kryetari Dr. Xhabiri, kryetari Kuvendit, dhe po të zbatoheshin që ato rregullore të cilat i kanë kërku, dhe po të riorganizohej Bashkia Islame e Kosovës, sot 700 xhamia, 700 imam brenda natës duhet të tubohen dhe të shpjegohet të rinjeve se bota demokratike është duke i ndihmue organizatës apo Këshillit Kombëtar për çlirimin e Sirisë. Dhe çështja e ndihmës së tyre ne mundemi në ndihmë morale, sepse në Siri ata të cilët luftojnë kundër një sistemi, ata duhet të jenë të stërvitur, duhet të jenë të kalitur, e jo me shkue fillestar, duke mendue se janë duke shku në një luftë, duke ndihmu, sepse Bashkia Ndërkombëtare po e përkra, ndërsa në esencë ato kur shkojnë binë viktim e grupeve ekstremiste, e pastaj bëhet volë. E është dëm për familjet e tyre, është dëm për qytetet e tyre, në përgjithësi është dëm për gjithë Kosovën. Unë lirisht mundem me thonë, Lavdrim Muhaxheri, i cili ka bë ftesë për shkuarje në Siri, ai është i cili... Kush është Lavdrim Muhaxheri? Lavdrim Muhaxheri është ai i cili e ke edhe në YouTube, i cili ka bë ftesë që të shkohet në Siri. Apo ishte në emisionin Kosmo të premte po. Ai Lavdrim Muhaxheri ka qenë në Siri dhe ka ardhur prej Sirisë. Dhe me dhënien e logos urime muajin e Ramazanit, pra këtij të Ramazanit të bikut, ai e ka vendosur në kalan e Kaçanikut. Ka shku në Siri, ka ardhur dhe e ka vendosur. Dhe ai është i cili ka bashkëpunu me Këshillin e Bashkisë Islame të Kaçanikut, që do të thotë edhe me Bashkinë Islame të Kosovës. Dhe ai ka shku dhe ai po bën apel për shkuarje në Siri. Kjo do të thotë që Bashkia Islame e Kosovës është duke e anashkalu këtë temë, duke e lënë anash këtë temë, nuk është duke u marrë se po të sqarohej atij me kohë, po të edukohej ai me kohë. Besoj se nuk do të bënte atë gabim dhe ai nuk do të ftonte edhe 15 të tjerë, 20.000 banor Kaçaniku, 15 banor të Kaçanikut që të shkohet dhe të hynë në një organizatë që sot është e regjistruar në organizata ndërkombëtare si organizatë terroriste. Kjo nuk është dëm i vogël, por kjo është dëm i madh. Nevojitet urgjentisht të mirën hapat që të sqarohet e normal në tërsi, kur nuk do të mundet në mënyrë absolute me ndalu, po të minimizohen, sepse ndoshta kanë shku 15, po janë gatshëm edhe 150 tjerë që të shkojnë, sepse ato e ndin vjetin se janë duke e bën një punë të mirë, ndërsa në të kundërtën ata do të zhgënjehen, mirë po përgjegjësinë për ta do ta mbajmë ne.